Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e premte, data shënon 26 dhjetor 2025, është dita 360 e vitit, deri në përfundim të vitit kanë mbetur vetëm 5 ditë të tjera. Dielli sot do të lindë në orën 7:05, ndërkohë që do të perëndojë në orën 16:17. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës, për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonata, në pjesën e tretë do të jemi me avokatin Erald Daga, ndërsa në pjesën e katërt me Marcel Rupin, por si fillimisht e nisim me gazetën Panorama. Tenderi i llogaras, firmosa nën presion, dëshmia e vartëses që rëndon Ballukun. Skema, një dëshmi e fortë edhe në SPAK, hedh dritë mbi mënyrën se si është menaxhuar një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend, ndërtimi i tunelit të Llogaras. Varësia e zëvendës kryeministres Balluku, Mirzeta Kashnica, ka dëshmuar para prokurorëve se ka pasur presion nga ish-kreu i ARSH-s, Ajvis Berberi, për të firmosur dokumente që quan anulimin e procedurës së parë të tenderit. Sipas SPAK, hetimet dhe përgjimet tregojnë se presioni ndaj saj është pjesë e një skeme ndikimi dhe intimidimi që shkon deri në krye të Ministrisë së Infrastrukturës. Materiali i plot vijon në faqen 2. Kryeartikulli i Panoramës, dosja e errët e Akshit dhe kodet e pushtetit, bisedat që zbulojnë si i sistemonin gjonat pam-pam, emrat që dolën në përgjimet e SPAK. Labi, njeriu për të kapur kompaninë private, biseda me Alqi Bllakun, mekanizmi që do goditej dhe ish-ministri i Partisë Socialiste. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Policia e Burgjeve shkeli privatësinë e Veliajt në spital, denoncimi i avokatit popullit. Avokati i popullit kërkon ndryshimin e rregullave të shoqërimit për të burgosurit. Në faqen 7. Themelimi i Gzim Spahiu, lideri i parë i shoqatës që mbron pavarësinë e prokurorëve. Në kombinat, listat e tërmetit, familjet që bëhen me shtëpi të re, në gjeni në faqen 22 gazetës Panorama ditës sot me listën për gjithë ata që janë në pritje. Rebeli, unë nuk shkruaj urime, letra e rrallë e Migjenit, në faqen 13. Merë që të marrësh, duhet me i thënë deri daj, telegrami Enverit për Mehmetin në 1976 në Kinë. Krisja e raporteve me Kinën. Një material interesant nga Plumbreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion. Realitetet s'mund të shpjegohen me slogane, shkruan Gzim Tushi në faqen 19. Albert Rakipi, Arabia Saudite si fuqi globale për inteligjencën artificiale, dhe opinioni fundit nga Shpendi Topollaj, një monument mirënjohjeje njeriut të ditur. Faqet 18 dhe 19, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama, gazeta më e madhe shqiptare. E gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Rritja e moshës së pensionit për gjyqtarët nuk i shërben drejtësisë, por korrupsionit. Analiza në Telegraf, flasin avokat Ndue Pjetra dhe avokat Gylsen Zhllima. Pas këtyre propozimeve, fshihen prapaskenat për situatën ku ndodhet sot drejtësia. Rritja e moshës së pensionit për gjyqtarë e prokuror tregon dështimin e reformës në drejtësi, e cila u vu në shërbim politikës duke lënë mira dosje stok pa ushqyrtuar. Duhet rekrutimi juristëve të rinj dhe jo rritje e moshës së pensionit, pasi kjo e fundit nuk do t'i shërbej drejtësisë, por vazhdimësisë të një sistemi të korruptuar. Reagon ish prokurori Beci. Dosja e Akshit tregoi se kur nuk ka patur ndërhyrje të tillë të krimit të drogës në politikë. Nuk din ku t'i pastrojnë kaq shumë para. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Telegraf, kërcënimi, Ismail Kadare, agenti i Mehmet Sheut, rrëfimi, Elena Kadare, ju tregoj ballafaqimin e Ismailit me Xhelil Gjonin dhe Simon Stefanin.
Akuza si agenti Mehmetit, frika nga arrestimi, shtimi i rrethit të komplotistëve dhe çfarë ndodhi në Pallatin e Kulturës pas vështrimeve kërcënuese të Nexhmijes për shkrimtarin e Pallatit të Ëndrave. Jasa i rrezikuar ka qenë Ismaili, më 1982 pas vrasjes së ish-kryeministrit Mehmet Shehu. Faqet 10 dhe 11 gjeni materialin e plot. Titujt të tjerë, shpopulimi masiv, auditorët pa student, valixhat plot dhe mbi 10.000 vende bosh në universitete për vitin akademik 2024-2025. Babëzia financiare, bankat, kasafortat ku pastrojnë milionat e trafikut të drogës, FMN jep alarmin, po fryhet fluska e pasurive të paluajtshme. Pse përmbytet Shqipëria, profesor Blush Susaj dhe doktor Zydi Teqa, në Francë, parimi mbaj ujin e shiut, aty ku bie, zbatohet si strategji kombëtare. Politik dhe aktualitet, presidenti Bajram Bega i uron Krishtlindjen, e ardhmja bëhet më e mirë me paqe, solidaritet dhe dashuri. Spiropali në Shkup, shqiptarët faktor në progresin demokratik. Xhelal Mziu, realiteti i stabilitetit fiskal në buxhetin e 2025-s. Niko Peleshi, këtë periudhë, shoqëria jon ka shumë paqe. Dosier dhe histori, Ilirian Ballaj, duhen kujtuar heronjtë e çetës Plak të Vlorës, Hysni Kapo, Mehmet Shehu, Hito Çako, Rahman Përllaku, Kadri Azbiu, Xhule dhe Seit Qiraku. Rrëfimi i inxhinier Lanaj ju tregoi 4.000 puset e naftës kur eksportonim mbi 1 milion ton, si fjetjen veri 4 ditë në Patos dhe si po u grabitet sot pasuria popullit. Mjeku në familje, tumori prostatës, shkaktarët, format më të shpeshta me të cilat shfaqet, simptomat kryesore dhe mënyrat për trajtim, kura popullore për sinuset dhe artritin reumatoid. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e ditës, shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte, 26 dhjetor 2025. Firmosa nën Trysni, dëshmia tronditëse e varëses Ballukut, zëvendës kryeministria e friksoi. Balluku ka ushtruar presion mbi varësen e saj, Mirzeta Kashnica. Kjo provohet nga përgjimet. Këto fakte janë pasqyruar në kërkesën që SPAK ka dorëzuar në kuvent për lejen për të arrestuar zëvendës kryeministren. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës vjen nga Adrian Thano, Rama, pushteti dhe Partia Socialiste. Qëllimi i fshet për të tejkaluar dhe zëvendësuar Partinë Socialiste përfundoi në një varësi të plot prej saj. Ironia është e plot, pasi vetë Rama, sot i mbytur në skandale korrupsioni, është i detyruar të strehohet pikërisht aty. Analiza e një sondazhi të kryer së fundmi me elektoratin e majt, çfarë ka sjellë një pushtet që nuk mbështetet mbi identifikimin politik, por mbi mungesën e alternativës. Në faqen 7. Skandali i Akshit, kush është labi që del në përgjimet e Agasit, do ta marrim me çdo kusht. Bisedat me gjuhë të rëndë rrugaçësh dhe planet e bandës për të sulmuar një ish-ministër. Skandali i përfshirjes së zyrtarëve të lartë të policisë së shtetit në akte kriminale dhe pengmarrje. Shteti në duar halabakësh. Titujt të tjerë. Raporti Avokati i popullit. Burgjet shkelën standardet kombëtare dhe ato të Këshillit Evropian në rastin Veliaj. Veliaj u dërgua në një ndërhyrje shëndetësore në një rrethim policor që shkeli çdo drejt njerëzore. Në brendësi shëndetësia me struktura fiktive antikorrupsion, ankesat dhe monitorimi. Lumi i gjobave nuk sjell asnjë përmirësim, policia rrugore. Rubrika e shëndetit,
A është çaji apo kafeja më e mirë për shëndetin e kockave? Pjesë e përditshmërisë për miliona njerëz, të dy e njihen për përfitime shëndetësore. Babagjyshi e vërteta pa humbur magjin, si ta themi, bankat dhe fluska e çmimit pronave, raporti i tregut në faqen 14. Detajet dhurat strategjike, Turqia jep Shqipërisë një avion qeveritar. Avioni me vlerë rreth 11.9 milion dollar është konfiguruar për përdorim qeveritar. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e sot, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Sali Berisha, agent i shërbimeve greke, ja si e detyruan shërbimet sekrete të deklarojnë në dhurimin e detit në favor të Greqisë, sa po të vinte në pushtet, pra pas skenat në takimin me diasporën në Athinë. Edmond Spaho godet kupolën e Partisë Demokratike dhe tregon pse protesta kundër Ramës u kthye në fars për të mbuluar pazaret brenda Selis Blu. Ja si çifti Berisha-No ka përdorin heronjt dhe përjashtimet për të kontrolluar partinë. Shqipëria në Bashkimin Evropian apo drejt një fati tjetër kombëtar që politika nuk guxon ta thotë, Spartak Ngjela paralajmëron goditje të forta nga SPAK. Dëshmia në SPAK që fundos Belinda Ballukun dhe Evis Berberin si i bën presion anëtarëve së Komisionit Vlerësimit të Ofertave, të firmoste dokumentacionin e tenderit të tunelit të Llogaras. Dalin përgjimet bomb të Belinda Ballukut, njësi i fali Bashkimulajt, miku të Sali Berishës, 1 miliard euro koncesionin Thuman Kashar, pazare me pasurit e shqiptarve. Arjan Konomi nxjerr detajet e forta, shishet e verës me vlerë 3 milion euro i përkisnin Edi Ramës, ja pse kantina nuk ishte e Ergysa Gasit. Ja detajet nga hetimet e SPAK që trondisin lindën e Akshit, si përfitonte miliona euro Ergysa Gasi me tendera sekret shtetëror dhe çfarë zbuloi BKH nga bastisja e zyrave termal Beqirajt, vetëm 10 punonjës ishin. Ambienti s'kishte drita. Në faqen 3. Aeroporti i Vlorës dhe tuneli i Llogaras, qokat e Edi Ramës për Erdoganin, presidenti i shpërblen kryeministrin, i dhuron avionin qeveritar turk pas falimentit e Air Albanias. Ish kryeprokurori i krimeve të rënda paralajmëron politikën, ja pse SPAK është vija e kuqe që nuk duhet shkelur dhe si lojrat me drejtsinë e re do të sjellin fundin e tyre. Ky ishte titulli i fundit nga faqja e parë e gazetës sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Elbasani do 3 pikët, Tirana sheh nga Mercato. Pas braktisjes së ndeshjes, verdheblut synojnë të fitojnë takimin në tavolinë. Nuhiu kërkon përforcime, qëndrojmë me lojtar cilësor. Në faqen 4, materiali i plot. Krye artikulli i Panorama Sport për këtë të premte. Lëvizja Cikaleshi Sadiku, Idrizi gati të thyej bankën. Nga dështimi milionave të verës te revolucioni i janarit, flamurtari plas bombën e Mercatos, sulm kombëtareje në Vlorë. Faqen 2, Superkupa Test Force për Egnatian e Tetovës. Në ndecja të dielën për Lavdin, Dinamo kërkon të tretën. Partizani viti 2025 më i errti kalendarik në kampionat. Dëmtimi, tronditja për demat. Albion mbyll sezonin. Kuqeblut bala i afër rekordit personal, Vllaznia me sulmin super. Kavaj nga krizat e kthesa, Magani tregon si e transformoi Besën.
Vëzhgimi Shqipëria me 16 debutues, rekord nga Jasir Hasani. Titujt të tjerë, mes atletikës dhe arbitrimit, Paula Shyle sfidon limitet. Titujt nga bota, Itali, në kërkim të një ansori, Interi dëshiron Kjezën. Milan i gati për Veronën, Leao pritet të rikthehet titular. Hansi Flick, portreti i trajnerit që i ka bërë për vetet e Barça. Spanjolli Jamal, mbreti i driblimeve në Europë. Bardhët Mbappé, Bellingham, Vini, trinomi që nuk po funksionon të Reali i Madridit. To ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ndërkohë ne do t'i rikthemi edhe një herë tani titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Tenderi i Llogaras, firmosa nën presion, dëshmia e varëses që rëndon Ballukun. Skema, një dëshmi e forte dhënë në SPAK e dritë mbi mënyrën se si është menaxhuar një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend, ndërtimi i tunelit të Llogaras. Varësia e zëvendës kryeministres Balluku, Mirzeta Kashnica, ka dëshmuar para prokurorëve se ka patur presion nga ish-kreu i ARSH-s Sevis Berberi për të firmosur dokumente që quan anulimin e procedurës së parë të tenderit. Sipas SPAK, hetimet dhe përgjimet tregojnë se presioni ndaj saj është pjesë e një skeme ndikimi dhe intimidimi që shkon deri në krye të Ministrisë së Infrastrukturës. Në faqen 2 gjeni materialin e plotë. Kryeartikulli i Panoramës, dosja e erët e Akshit dhe kodet e pushtetit, bisedat që zbulojnë si sistemonin gjonat pam-pam, emrat që dolën në përgjimet e SPAK. Labi, njeriu për të kapur kompanin private, biseda me Alqi Bllakon, mekanizmi që do goditej edhe ish ministri i Partisë Socialiste. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Policia e Burgjeve shkeli privatësinë e Velijajt në spital, denoncimi i avokatit popullit. Avokati i popullit kërkon ndryshimin e rregullave të shoqërimit për të burgosurit. Në faqen 7. Themelimi i Gzim Spahiu, lideri i parë i shoqatës që mbron pavarësinë e prokurorëve. Në faqen 6. Në kombinat, listat e tërmetit, familjet që bëhen me shtëpi të re. Rebeli, unë nuk shkruaj urime, letra e rrallë e Migjenit, në faqen 13. Krisja e raporteve me Kinën, merr ç'të marrësh, duhet me i thënë deri daj. Telegrami i Enverit për Mehmetin në 1976 në Kinë. Një material interesant që vjen nga Plumbreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion. Realitetet s'mund të shpjegohen me slogane, nga Gzim Tushi në faqen 19. Albert Rakipi, Arabia Saudite si fuqi globale për inteligjencën artificiale. Shpendi Topollaj, një monument mirënjohjeje njerëzit të ditur. Ky ishte titulli i fundit, njëkohësisht opinioni i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare pas pak me telefonatën në studio.